radiallahu anha, ishte e bindur dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam para zbritjeve të këtyre ajeteve erdhi i tha: "O Aisha, nëse je e pastër, Zoti do të zbret pastërtinë tënde. Nëse ki gabuar, domethënë dyra dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, po vepron si një njeri, se njeri ka qenë. Një njeri normal si të gjithë njerëzit. Lutë Zotit që të falë gabimin tënd. Hazreti Aisha nuk e përballoi këtë prej pejgamberit, dhe ju drejtu nanës vetë dhe babës vetë: "Çka keni ju, çka nuk flisni?" Dhe nuk tregojni se unë jam bia juve e pastërta. Nana dhe baba ishin mes bijes dhe profetit Allah.